Pas shumë vitesh të punësuarve në 2 shkollat e mesme komunale të Kërçovës do të mundsohen kontrolle sistematike shëndetësore. Ky hap vjen si rezultati një propozimi të parashtruar nga këshilltari komunal nga radhët e AKI-s Ilir Rushani në mbledhjen e fundit të Këshillit Komunal të Kërçovës. Rushani kërkoi që propozimi i tij të integrohet në aktivitetet e komunës në fushën e mbrojtjes shëndetësore, me qëllim sigurimin e kontrolleve mjekësore për të punësuarit në këto institucione arsimore. Ai theksoi se vetë shkollat e mesme komunale përballen me vështirësi financiare, pasi gjirollogarit e tyre janë të bllokuara, gjë që u pamundson realizimin e kontrolleve sistematike shëndetësore për stafin. Kërkojmë domethënë që te pika 1 kontroll sistematike për të punësuarit e komunës së Kërçovës të përfshihen edhe të punësuarit e shkollave të mesme, që të bëhet një kontroll, domethënë shëndetësore sistematike që është në pajtim me ne gjatë të ligjit për arsim mesës, sepse i kemi gjirollogarit të bllokuara. Edhe kërkojmë nga politikët që të shtetit kjo shtëpi, për arsye domethënë se ka punë edhe me nxënës, edhe do të synohen domethënë të përmirësojnë shëndetin, mirëqenien e të gjithë punësuesve.